Mira njerëz kanë protestuar në sheshin Skënderbej në Tiranë, nën moton drejtësi për çlirimtarët. Hysni Gucati, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ka thënë se protesta në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag nuk është politike, por është protestë e popullit shqiptar. Ai theksoi se përmes gjykatave të padrejta po përpiqen ta barazojnë viktimën me xhelatin e ta njollosin luftën tonë të shenjtë. Por kjo, sipas Gucatit, nuk do të lejohet. Ai shtoi se proceset në Hag janë të padrejta. Këtë nuk do të lejojmë me u përlos emri i komandantëve tanë, nuk do të heshim kur po për këtë histori të popullit tonë. Kjo protest nuk ka lidhje me politikën, kjo është protest Hashim Thaçi, Hashim Thaçi, Hashim Thaçi, Hashim Thaçi. Kjo protest nuk ka lidhje me politikën, kjo është protest e popullit shqiptar në zemrat e shqiptarëve. Ne nuk po kërkojmë mëshirë, po kërkojmë drejtësi, po kërkojmë barazi para ligjit dhe para historisë. Tirana sot është kryeqyteti i gjithë shqiptarëve. Sot nga këtu po i themi botës, Kosova ka luftuar për njeri dhe çlirim. Nuk ishin kriminal, por bie tanë të këtij kombi që dhanë gjithçka për atë dhe. Kryetari i BDI-s Ali Ahmedi ka folur në këtë manifestim, ndërsa ka paralajmëruar se pas protestës që ka nisur në Tiranë, shumë shpejt do të mbahet një protestë edhe në Shkup. Zanafilla e gjykatës speciale të Kosovës është në raportime trilluese ruso-serbe për trafikim organesh që bëri buj padrejtësisht në botë. Këtë çështje inekzistente që doli nga kuzhinat e shërbimeve serbe me institucione ruse e hetoi edhe tribunali i Hagës dhe konstatoi që nuk është e vërtet dhe mbylli hetimin. Ish-presidenti i Shqipërisë, Alfred Mojsiu, ka thënë se luftëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës nuk kanë kryer krime, por kanë kryer detyrën më të lartë që e njeh historia, çlirimin e Kosovës dhe mbrojtjen e popullit.